AI po pushton tregun e punës, por jo të gjitha profesionet. Ekspertët zbulojnë 11 profesione që do t'i mbijetojnë inteligjencës artificiale për dekada. Edhe pse emra si Stephen Hawking, Bill Gates dhe Elon Musk kanë paralajmëruar për rrezikun e AI, disa punë mbeten të pazavendësueshme. Kujdesi shëndetësor dhe social, sepse empatia dhe prekja njerëzore nuk programohen. Mësuesit, AI nuk mund të kuptojë emocionet dhe vështirësitë e nxënësve. Konsulentët e rekrutimit, intuita njerëzore bën diferencën. Siguria kibernetike, hakerët ndryshojnë çdo ditë, njerëzit mendojnë si strateg. Paramedikët, AI ndihmon, por nuk shpëton jetë në terren. Elektricist, hidraulik, zrugtar, probleme reale kërkojnë dua reale. Topografët banesor, gjykimi profesional është kyç. Agentët e patunshmërisë, vendime etike kërkojnë njerëz, jo algoritme. Punonjësit e hotelerisë, shërbimi profesional ende fiton. Sipërmarrësit, ide, guxim dhe kreativitet njerëzor. Kujdestare fëmijësh dhe qerdhe, ngrohtësia njerëzore është e pazavendësueshme. AI do të ndryshojë botën, por nuk do ta zavendësojë njeriu, të paktën jo këto profesione.